Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetimin tonë të drejtë për drejtë në orën 20 në ekranin kombëtar të lajmit Klan News dhe tani do të flasim për zhvillimet në opozitë. Një pjesë e opinionit publik ka qenë e angazhuar duke diskutuar se çfarë po ndodh në Partinë Demokratike, e cila shkon në garën e datës 23 maj, pra të shtunën, vetëm me Berishën kandidat të vetëm në garën për kryetar të kësaj force politike, ndërsa komisioni për kandidaturat ka skualifikuar edhe disa emra të tjerë, veprim ky që ka nxitur reagime të shumta. Nga ana tjetër do të flasim edhe për çfarë kërkon Partia Demokratike nga procesi zgjedhor. Propozimi i një partie të vogël për pragun 4% për forcat politike, duket se është pranuar parimisht nga ana e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, por kjo është lexuar si një lojë partive të mëdha për të shkrirë partitë të vogla nga rezultati i zgjedhjeve të 11 maj 2025, nëse do të ishte i aplikuar pragu 4%, atëherë në parlament do të futeshin vetëm Partia Socialiste me 87 mandate dhe Partia Demokratike me 53 mandate. Për këto dhe të tjera zhvillime kam kënaqësinë të kem në studio juristin pranë Partisë Demokratike, zotin Franc Nuri, dhe antari Komisionit për Kandidaturat. Zoti Nuri, mbrëma është kënaqësi. Faleminderit. U lidhëm më në fund se ne që kur doli lajmi kemi patur tentativa, por shumë të angazhuar edhe pse në opozitë. Për shkak të agjendës edhe sot kishim shumë angazhime dhe me kolegjin zgjedhor. Faleminderit. Tani keni ndjerë këtë peshën e presionit se pse i skualifikuat të gjithë, pse i shërbyet Berishës dhe la të vetëm, pse bëni si Rama duke bërë gara farsën ku ka vetëm një kandidat që dihet se kush fiton. Shikoni, jo, thjesht për saktësim, nuk jam pjesë e komisionit që merret me kualifikime apo me skualifikimet e kandidaturave. Faktikisht jam pjesë, po themi, e grupit punës, i cili është ngritur për ndryshimet statutore. Në të cilin bëjnë pjesë dhe kandidaturat? Jo, është paka shumë është gjykata, po themi, e partisë si quhet, që është një strukturë tjetër që drejtohet normalisht nga zonja Kalaja. Patjetër, po kam fjalën që në një farë mënyrë tek ju bie paka shumë, le të themi, ajo përgjegjësia, meqenëse se ishit grupi që në një farë mënyrë merremi me çështje zgjedhore, po edhe në përgjithësi dhe madje edhe sot kishim një mbledhje me zotin Berisha, ekspertët zgjedhor të Partisë Demokratike, pikërisht, por me fokus reformën zgjedhore dhe reformën e ligjit të financimit të partive politike, i cili po diskutohet tani, po pa dashur të shfokusohem nga pyetja juaj. Po patjetër, sigurisht. Domethënë, problematika e Partisë Demokratike dhe çfarë kërkon Partia Demokratike është që Shqipëria të mund të bëjë zgjedhje të lira dhe të ndershme, të mos ketë farsa elektorale. Nuk besoj dhe nuk gjykoj se ka vend për paralelizëm midis asaj që ndodh në nivel makro në gjithë Shqipërinë dhe asaj që ju etiketuat që mund të ndodhi edhe në Partinë Demokratike etj. Nuk ka vend për paralelizëm në vlerësimin dhe gjykimin tim, sepse Partia Demokratike është një parti e hapur, kushdo që plotëson kriteret për qenë antar, kushdo që respekton statutin, rregullat e funksionimit të Partisë Demokratike dhe mbi të gjitha edhe kodin etik të Partisë Demokratike apo rregulloren e brendshme, që edhe këto janë akte që kanë fuqinë e njëjtë me statutin dhe burojnë nga statuti i Partisë Demokratike, kushdo është i lirë të kandidojë, të garojë. Por kuptohet që kur vijnë kandidaturat të cilat nuk i plotësojnë këto kritere, atëherë ne si Parti Demokratike zgjedhje fars nuk bëjmë, në kuptimin që të kemi aty kandidatura thjeshta për të thënë që kemi kandidatura. Kështu që në këtë formë dhe në këtë kontekst, në momentin që nuk ka gara vetëm me një kandidat zotë? Jo, absolutisht, sepse do të ishte e kundërta. Fars në vlerësimin tim do të ishte nëse përballë kryetarit do të vinte një kandidaturë e cila e panjohur nga publiku, që nuk plotëson kriteret minimale për të kandiduar, nuk plotëson vjetërsinë etj. Dhe pretendon se do drejtojë forcën më të madhe opozitare. Po ka disa kritere. Është një lloj sikur të jetë proces zgjedhor. Ndoshta çdo parti e re që hyn në zgjedhje nuk ka asnjë shans për të drejtuar Shqipërinë, por këto pas opozitaret ka apo s'ka. Ka disa kritere, dhe Partia Demokratike ka kritere që duhet i plotësosh, nuk mjafton së qenurit antar. Ka disa që nuk janë më antar dhe pretendojnë të kandidojnë, por duhet jesh antar është kushti i parë. Kushti i dytë, duhet kesh disa vite, ishte një nga kushtet ishte të kishe 10 vite në nivele drejtuese apo ekuivalente në Partinë Demokratike. Pra duhet një personalitet që të kandidojë. Partia Demokratike kur ka kryer, po themi, aktin e primareve, qoftë për zgjedhjet e 2023-shit, rregullore e primareve, ku unë kam qenë një nga hartuesit në atë kohë, apo edhe rregulloren e primareve të 2025-s, ku do përzgjidheshin kandidaturat për kryetar bashkie apo për deputet në funksion zgjedhjeve, gjithmonë ka vendosur kritere. Pra kritere që jo çdo njeri që vjen, po themi, nga rruga, të kandidojë se dua të futen primare për kryetar bashkie të Tiranës apo kryetar bashkie të Rrogozhinës. Po jep një produkt për një. Do të ketë një ca kritere, ca filtra. Po jep një shembull për një proces produkti i cilit nuk u mor shumë parasysh, në fakt se primarët u diskutuan shumë Partinë Demokratike, po sidoqoftë ne nuk duam të hapim sërish. Shembulli është që duhen vendosur filtra dhe kritere. E të kaluar. Fakti se kam përshtypjen ndër ata që ka patur më shumë reagime ka quar edhe në Partitë Popullore Evropiane ka qenë zoti Sadjani, ish deputet
pushteti i kësaj partie politike që deklaron pra se nuk i është lënë për të kandiduar, i është mohuar. Tani akuzat politike u lëm palëve, unë flas me ju sigurisht në aspektin teknik dhe në aspektin që Partia Demokratike ka në kuadrin ligjor. Këto lloj, le të themi, ankimimesh ose këto letra që bën Saliani në PPE dhe në vendet e tjera apo kandidatët e tjerë, e ndikojnë Partinë Demokratike, rrezikon ajo të futet prapë në një lojë gjykatash nga e cila doli në 11 qershor vitit 2024? Nuk mendoj se rrezikon ndonjë gjë në Partinë Demokratike apo të mund të futet pikërisht në lojën e gjykatave siç e cilësoni ju. Pse e them këtë gjë? Nisem dhe nga fakti i lajmeve që mund të kem parë këto ditë për disa ankimime që mund të jenë depozituar apo disa kërkesa nga kandidatë të tjerë. Pretendent për kandidat, le të themi. Apo pretendent për kandidat, le ta quajmë kështu, që janë drejtuar gjykatës së Tiranës kryesisht, pa dashur të citoj emra sepse dhe unë kam parë kalimthi dhe nga titujt e lajmeve kryesisht, por për kuriozitet dhe më tepër është e qartë tashmë se gjykatat në dy rastet paktën nuk i ka marrë fare për bazë këto lloj ankimimesh, madje i ka kthyer mbrapsht me të meta, që do të thotë që vetë kërkesa e depozituar në gjykat nuk plotësonte kriteret minimale. Pra po ta shikoni është prapë te kriteret që Gjykata e Tiranës kishte refuzuar edhe një rast tjetër. Pra po ta shikoni edhe gjykatat bazohen mbi kritere, duhet të respektohen kriteret ligjore, edhe statuti i një partie politike ka disa kritere dhe nëse nuk respektohen kriteret, pastaj nuk mund të eci përpara pretendimi që mund të ketë gjithë secili. E qartë. A u vu komisioni ose pjesa ligjore e Partisë Demokratike në shërbim të dëshirës së Berishës për të mos patur emra të tjerë në gardë në një farë mënyre, u shpikën, le të themi, edhe kriteret në bazë të këtij udhëzimit dhënë paraprakisht nga kandidati i vetëm dhe ka mbështetjen fitues zoti Berisha? Jo, absolutisht. Nuk ka pasur asnjë lloj situate të tillë. E para, e dyta, pse? Sepse vetë kriteret nuk janë përcaktuar tani, kriteret kanë qenë aty. Kriteret janë përcaktuar në statut, për shembull kriteret për qenë antar, apo si humbet antarësia, apo cilat janë, po themi, parimet që përfaqëson Partia Demokratike, janë të miratuara përpara 4 vitesh, përpara 3 vitesh me ndryshimet e tjera statutore, pa ato kanë qenë aty. Por nga ana tjetër ka një rregullore të Partisë Demokratike, që është miratuar edhe më përpara. Ka një kod etike. Të gjitha këto janë norma, dispozita që janë në fuqi dhe kanë qenë në fuqi. Këto nuk janë amenduar. Përkundrazi, është ngritur grupi i punës përpara disa javësh për të propozuar ndryshimet statutore në Partinë Demokratike, të cilat do t'i paraqiten Kuvendit Kombëtar në datën 30 maj, pra në fund të muajit, që korespondon fiks me një javë mbas mbylljes së zgjedhjeve për kryetarin e partisë, të cilat mbahen të shtunën, këtë të shtunë. E qartë. Ndërkohë, tek statuti, çfarë do të ketë tre, zoti Nuri, si pjesë e grupit punës, duke marrë parasysh se u diskutuan shumë dy pika në statutin e Kuvendit Kombëtar të dhjetorit të vitit 2021, që kanë të bëjnë fillimisht me faktin që nuk u zbatua i jashtëquajturi Neni Basha, pra që kryetari kur humbet zgjedhjet largohet pa të drejtë rikandidimi, dhe nuk u zbatua elementi vot, u raportua dhe u diskutua më pas shumë edhe nga përfaqësues po themi të Partisë Demokratike që kanë pikpyetjet e veta në raport me mënyrën se si funksionon leadershipi, se dy nënkryetar, Gazmend Bardhi dhe Agron Gjekmarkaj, u futën nënkryetar të forcës politike pa ju nënshtruar vullnetit votës, siç më parë kishin bërë dy nënkryetarët e tjerë, Luciano Boçi dhe Oer Bylikbashi. Atëherë, grupi punës është ende duke punuar, nuk e kam përfunduar procesin patjetër, nuk e ka përfunduar ende 100% procesin, po themi, edhe nuk ka arritur në konkluzionin përfundimtar, por ka shqyrtuar, ka marrë në konsiderat propozime që kanë ardhur nga antarësia, nga baza, nga, po themi, grupimet ndryshme që janë brenda Partisë Demokratike, për shembull Forumi i Gruas, Lidhja Demokratike e Gruas, apo propozimet të ardhura nga Forumi Rinor, etj. I Partisë Demokratike, nga FRPD-ja. Kështu kanë ardhur patjetër diskutime, ka pasur propozime për të rritur kuotën e përqindjes grave nga 30% në 40 apo dhe deri në 50%, ka pasur propozime të ndryshme, disa që po më kujtohen tashmë, por të gjitha ato janë diskutuar, një pjesë janë marrë konsiderat dhe do të vazhdojnë të elaborohen dhe të i propozojnë Kuvendit, një pjesë tjetër nuk janë marrë konsiderat, janë bërë votime aty te grupi punës me shumicë votash,
unë kam marrë pjesë në disa prej mbledhjeve, jo në të gjitha, dhe mund t'ju dëshmoj që mbledhjet kanë qenë serioze, kanë qenë teknike, propozimet janë marrë, janë diskutuar nga grupi punës, dhe janë hedhur në votim, dhe më pas do t'i përcillen organeve kompetente. Ajo që mund t'ju them, dhe ndoshta juve ju intereson më tepër, për nenin e famshëm që siç njihet Neni Basha. Në vlerësimin tim dhe me atë që unë kam kuptuar, nuk mendoj që do të ketë ndryshime. Pra nuk mendoj se do të preket. Nuk mendoj se do të preket. Pra normalisht do të qëndroj ashtu siç është. Qëndron siç është, por mbetet çfarë vlerë ka zoti Nuri se ju ta lini. Atëherë, për sa i takon të shkruar me A4 në gjuhën e bukur shqipe, por kur nuk zbatohet. Me sa ka mund jeni, nuk do të preket, paktën me informacionin më të fundit. Por pjesën e zbatimit, kjo diskutim dhe debat, dhe besoj nuk është hera e parë që ngrihet kjo çështje. Partia Demokratike nuk është se i konsideron me i qëndrim politik zgjedhjet e kaluara si farsë elektorale. Nuk e konsideron Partia Demokratike. Këtë e thonë raportet ndërkombëtare. E thot OSBE Odiri dhe jo më kot. Partia Demokratike analizën për zgjedhjet e maj 2025 e zgjati dhe nuk e bëri me njëherë pas zgjedhjeve, por priti raportin final të OSBE Odirit dhe ju kujtohet ka qenë në muajin tetor të vitit kaluar dhe mbasi erdhi ky raport i cili e nxiu dhe e damkosi Shqipërinë si kurrë më parë, mund të jenë zgjedhjet të krahasueshme për nga po themi vështirësia në cilën ato u organizuan dhe nga farsa elektorale ishte në një nivel me zgjedhjet e dushkut dhe mega dushkut 20 e kusur vite më përpara. Mbas këtij raporti, Partia Demokratike mblodhi organet dhe Këshilli Kombëtar miratoi rezolut, duke thënë që politikisht këto zgjedhje nuk njihen. Partia Demokratike po njeh dhe po respekton çdo produkt të dalë nga 11 maj 2025. Po njeh parlamentin, po njeh komisione parlamentare, po njeh deputetët e majorancës me të cilët vetëm para pak ditësh bashkuat votat në 114 në total, ose bashkuan kolegët tuaj në kuvent për çështjen e integrimit. Pra, unë nuk e di se ku qëndron mosnjohja, ndërkohë që jeta normale parlamentare vazhdon dhe ju po respektoni çdo produkt të dalë nga ajo që ju quheni farë zgjedhore, zoti Nuri. Po, atëherë për të përgjigjur këtyre elementeve që sapo ngritur. Partia Demokratike kishte një zgjedhje shumë të thjeshtë. Ose do bojkotonte institucionet, që këtë do të ishte mosnjohja siç thoni ju. Ose do bojkotonte institucionet, ose do shfrytëzonte hapësirën që lejojnë këto institucione, aq pak sa lejojnë, si kundër kuvendi i Shqipërisë, i cili sa vjen dhe më pak i lejon hapësirë opozitës që të ngrej zërin, këtë duhet ta themi, ndryshimet e fundit apo pretendimet e fundit rregullores, një parantezë në rregulloren e kuvendit që kohën e diskutimit opozitës nga 10 minuta, ta zbres në 5 minuta, është propozimi PS-s ky që ka ardhur, është çdo gjë bëhet për të ulur zërin dhe për të ulur minutazhin dhe hapësirën Partisë Demokratike. Pra, për gjithë deputetët. Po, por për gjithë një lloj. Dakor, po më e dëmtuar është opozita e cila nuk ka një zë apo nuk ndihet, nuk ka hapësirën e duhur që pretendon. Nevojë më tepër për fjalë. Dhe në këtë sens, diskutimi që u bë ishte i tillë, ose do të ngelim pa zë fare, ose do shfrytëzojmë këto pak hapësira që kemi. Dhe ju e dini fare mirë, shqiptarët e dini fare mirë që bojkoti është tentuar në vite më përpara, edhe nga ish-kryetari Basha, dhe jo vetëm bojkot 6 mujor apo, por djegje mandatesh, që ishte një akt ekstrem që nuk mendoj që ka ndodhur më përpara dhe prap nuk prodhoi rezultate. Dhe bojkoti zgjedhjeve 2019 të zgjedhjeve vendore, jo vetëm që nuk prodhoi rezultatet e pritura, sepse po hym pak në retrospektiv, por e dëmtoi jashtëzakonisht opozitën dhe sot tek kësaj dite ne vuajnë pasojat e atyre vendimeve. Pse? Sepse shumë e kollaj. Për ta shpjeguar, duke qenë se u dorëzuan pa garë të gjitha bashkitë që kishte opozita, nuk ishte pak në atë kohë, në zgjedhjet më pas, ishin Partia Demokratike dhe interesat e saj u dëmtuan ndjeshëm, duke mos pasur asnjë bashki. Edhe në 2023 vetëm 7 nga 61 bashki. Pikërisht sepse e nisi nga zero. Dhe dihet rëndësia e zgjedhjeve lokale në një vend të vogël si Shqipëria, që është primordiale sepse le ta themi punson njerëz, ke njerëz në administrat, ndërkohë që kur e nisi me zero bashkin 2019 dhe 2021 apo 2023 e kishe komplet në dizavantazh gjithë këtë, po themi, fuqi që mund të jepnin disa bashki. Prandaj dhe ajo është tentuar, është eksperimentuar nga Partia Demokratike në opozitë gjithë këto vite dhe nuk ka dhënë fryte. Kështu që u mor vendimi, shumë i thjeshtë për të ndjekur rrugën tjetër, rrugën institucionale, këtë që kanë kërkuar dhe institucionet e Bashkimit Evropian.
Zoti Nuri, duhet ndalem se do flas sigurisht shumë edhe për reformën zgjedhore, po duhet ndalem tek fillimisht, duke qenë se jeni pjesë, po themi, e kupolës juridike të Partisë Demokratike, nëse keni informacione për një heqje të mundshme të non-gratës për zotin Berisha 5 vite pas vënies nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një antar i grupit parlamentar tha live-in do e japim shumë shpejt. Ju kisha të ftuar, nuk e di ju nga ana juridike, nëse i keni shpresat akoma tek klasivita për diçka të tillë. Atëherë, ja u them shumë hapur, nuk kam asnjë informacion në lidhje me këtë çështje. Po të kisha informacione më të vogël, doja u kisha bërë me dije. Shpresa ka? Patjetër, padyshim, nuk kam asnjë lloj dyshimi që shpresa ka për këtë çështje, por ama nuk kam asnjë lloj informacioni nëse do të jetë diçka që do të ndodhi tani, pak më vonë, apo nuk kam asnjë lloj informacioni lidhje me këtë element. Pse e pranuat 4%-shin si propozim nga ana e partive të reja ose njërës prej tyre për pragun për zgjedhjet dhe a do të ketë sërish një marrëveshje tjetër siç mund të jetë lexuar nga një pjesë e analistëve të opinionit publik fakti që në një farë mënyrë Partia Demokratike bie dakord me uljen e numrit në 101 deputetëve nga 140 sa që janë aktualisht siç ka propozuar Partia Socialiste, dhe PS nga ana tjetër duket se bie dakord me propozimin tuaj për një sistem proporcional me lista të hapura, zoti Nuri. Nuk e di, unë vlerësimin dhe gjykimin tim nuk mendoj që Partia Demokratike të ketë rënë dakord për uljen e numrit të përfaqësuesve apo të deputetëve. Nuk mendoj se ka rënë dakord me diçka të tillë. Megjithatë, do t'ja lëm kohës, nuk mendoj se do të jetë kjo apo do të jetë ky qëndrimi final i Partisë Demokratike në lidhje me këtë çështje, përkundrazi, siç mund të ketë dhe zëra për ligjin e financimit të partive politike, që edhe aty Partia Demokratike ka rezervat e saj dhe ekspertët që janë të përfshirë në reformën zgjedhore do të bëjnë patjetër propozimet e tyre në kuadër edhe të atyre propozimeve që kanë ardhur me urgjencë nga institucionet dhe partnerët ndërkombëtar, si OSBE Odiri, etj. Kurse për pragun 4%, Berisha ka deklaruar për këtë propozim se do të ishte dakord pra për uljen e numrit të deputetëve, kryetari i partisë, për një gjë të tillë vetëm nëse kuvendi do të kishte 2 dhoma dhe të përfshijë edhe për Senatin, i cili sipas tij do të ishte një organ i dobishëm. Thjesht për korrektesë, për konstatimin që bëjmë me opinionin publik e kam më tepër. Është kushtozuar me diçka që ndoshta nuk besoj se do ta pranoj pala tjetër, megjithatë t'ja lëm kohës, kurse për 4%-shin është diçka që është anoncuar tashmë dhe nga subjektet që ju përmendët, ato janë negociata në nivel politik pastaj që janë bërë nga, po themi, drejtuesit më të lartë të Partisë Demokratike. Unë si ekspert apo dhe ekspert tjerë që okupojmë çështjet zgjedhore dhe çështjet ligjore në Partinë Demokratike, nuk janë detyrimisht të përfshirë në këto lloj diskutimesh, kështu që nuk është se kam ndonjë koment të veçantë, mbetet për tu parë, do të shikojmë se çfarë do të ndodhë. Për sa më takon, unë jam i përfshirë në reformën zgjedhore si ekspert i grupit punës dhe temë e ditës ne sot kemi pasur pikërisht financimin, ligjin e financimit të partive politike. E qartë. Po, sa i takon, cili do të ishte sistemi më i mirë për ju, zoti Nuri? Sistemi më i mirë, po të më pyes është si jurist, si avokat, si, po themi, njoh si disa sistemeve zgjedhore edhe nga backgroundi që mund të kem, unë jam për një sistem personalisht që nuk ka lidhje fare me këtë aktualin në Shqipëri, unë jam për sistemin e pastër majoritar, personalisht. Por, kuptohet që Partia Demokratike, subjekti ku unë aderoj, ka një qëndrim tjetër dhe ja ku jemi me këtë sistem që kemi sot që është proporcional rajonal dhe ndoshta mund të kalojnë proporcional kombëtar etj. Unë personalisht e them jam për modelin francez, model pse? Sepse është një model që lë të qeverrisi me duart lira atë që e merr mandatin direkt nga populli. Jam personalisht që deputetit ketë lidhje me një zonë zgjedhore. Ka qenë sistemi në Shqipëri kështu, por ka qenë i korrektuar. 2005. Nuk ka qenë tamam, por ka qenë i korrektuar me 40. Ka qenë i ngjashëm. Kam përshtimin kanë qenë zgjedhjet e fundit përgjithshme me këtë sistem. Pikërisht, ku ishte me 2 raunde etj. Po mund bëhet një raund. Përballeshin kokë në kokë me njëri tjetrin. 2 kandidatë apo më shumë kandidatë që përballen kokë në kokë në një zonë të caktuar elektorale, dhe kjo mendoj që do të ishte sistemi më i mirë, më i dur që qytetarët ta shprejnë me votë drejt për drejt dhe ta dinë për kë po votojnë. Kë kanë deputet, kë kanë përfaqësues. Aktualisht ka një problem, le ta themi. Tirana ka vajtur 32 apo 34 deputet, diçka e tillë, sa vjen rritet numri gjithmonë. 36 ka 36, ja. Është duke u rritur gjithmonë numri. Disa qarë që janë zvogluar. Por, ajo që është e rëndësishme është që nuk ka një lidhje drejt për drejt midis votuesit dhe deputetit. Pra, ne nuk dim se kemi deputetin e zonës.
Sa i mbulon gjithë qarkun, që mbulon vetëm kryeqytetin, po shkon nga Rogozhina, po themi, deri në Tiranë, përfshirë dhe bashkitë e tjera, Vore, Kamës e Merat. Pra, po ta marr si shembull, po edhe në bashkitë e tjera, po marrim qarkun e dytë më të madh, qarkun e Fierit, që është gjeografikisht pothuajse qarku më i madh nga ana shtrirjes gjeografike. Kush është deputeti i zonës? Votohet me listë, i ngel hatri një zone që nuk është e përfaqësuar, një zone tjetër pse është e mbi përfaqësuar etj. Ndërkohë që me sistemin magjoritar është më e thjeshtë, e din qytetarët e një zone, një lagje, Tiranës apo një bashkie se kë do kenë përfaqësuesin e tyre dhe votojnë drejt për drejt atë. Në qartë. Tani në fund, do u sqarojmë pak teleshikuesve se si vota e Arben Elistanit të futin në disa halle gjykatash dhe apelesh për çështjen e të burgosurve, zoti Nuri? Po, atëherë Partia Demokratike vendosi që ta ankimoj vendimin e regulatorit, siç njihet Komisionit Regulator pranë KSZ-s, vendimi numër 6 datë 14/4 2026, brenda fatit 30 ditor, në këtë periudhë jashtë zgjedhore lejohet ankimimi brenda 30 ditëve, depozituam ankim në gjykatën që merret me këto çështje, pra gjykatën dhe kolegjin zgjedhor, i cili sot kishte seancë, unë përfaqësova Partinë Demokratike në këtë seancë dhe u vendos nga kolegji zgjedhor që ky akt të pezullohet. Pra, efektet e tij ligjore ngrihen dhe nuk do zbatohen deri në një vendimarrje të dytë. Po ashtu, vazhdimi i gjykimit u pezullua gjithashtu dhe përtej asaj që ne kërkuam, kolegji mori një vendim të jashtëzakonshëm që ndodh shumë rrallë, jashtëzakonisht rrallë, vendosi që t'ia çojë gjykatës kushtetuese për të shpallur antikushtetues një dispozit specifike në ligjin për gjendjen civile, nenin 18 të gjendjes civile, të ligjit për gjendjen civile, i miratuar në 2024 mbas jurisprudencës së Rogozhinës, ju kujtohet çështja e Rogozhinës, që u përsërit nga kolegji zgjedhor, u përsëritën zgjedhjet, pikërisht sepse në burgun e Rogozhinës kishin ndodhur parregullsi me listat e zgjedhësve dhe disa muaj më pas, Partia Socialiste në majorancë me një shumicë të thjeshtë ndryshoi ligjin e gjendjes civile dhe pikërisht të nenin 18, duke thënë që tashmë në ligj është përcaktuar që për efekte zgjedhore banesa për të burgosurit do konsiderohet aty ku vendlindja. Jo, do konsiderohet aty ku ata vuajnë dënimin. Aty ku është burgu. Dhe këtu është rreziku, sepse rreziku është evident, të na përsëritet ajo që ndodhi në Rogozhinë, na përsëritet edhe në 2 a 3 bashki të tjera. Po thonë që duhet të jetë vendlindja, adresa kryesore. Jo vendlindja. Ne themi që të respektohet vendimi i kolegjit zgjedhor të vitit 2023, i cili thotë i burgosuri ose personi që është i paraburgosur në JVP ka të drejtë të votojë vetëm nëse aty ku ai qëndron ka vend banimi përcaktohet lirisht. Të gjithë ka të drejtë ta ndryshojnë vend banimin me një akt notarial, me një kontratë qeraje, me një akt. Nëse nuk ka vend banimin, nuk ka të drejtë vote. Pa i e ka një vend banim përpara kur arrestohet, kur burgoset, ai banon në Lushnjë për shembull, apo në Berat. Ndërkohë burgun e bën në Tiranë. Ai nuk ka pse të votojë për Bashkinë e Tiranës, ndërkohë që familja e tij dhe ai vetë kanë. Apo ju thoni që më përpara duhet duhet të ndryshojë vend banimin. Pikërisht, nëse mund ta themi kështu. Por nuk mundet t'ia ndryshojë këtë adres votimi drejtoria e burgjeve, sepse i teket dhe e transferon këtë të burgosur dhe e çon në Belç, sepse aty diferenca edhe herën e kaluar në 2023 ishte 60 vota. Diçka e tillë, 50-60 vota. Dhe aty mund të transferojnë 200 burgosur, po them, po e marr si shembull. Duhet ta di publiku që në institucionet e vuajtjes së dënimeve penale në Shqipëri, në paraburgime dhe në burgje janë mbi 3000 persona që kanë të drejtë vote. Dhe në Rogozhinë diferenca ishte 50 vota, në Belç 50-60 vota. Po nuk e dihet si do të jetë diferenca në Krujë herës tjetër apo në disa bashki që mund të kenë rezultat të ngushtë. Atëherë për të shmangur pikërisht të risk, ne u investuam, e çuam çështën gjykatë kushtetuese dhe më falni në kolegjin zgjedhor, i cili na dha pjesërisht drejt, mund ta themi, sepse e pezulloi aktin, konstatoi që kishte diçka që çalonte, si në bazën ligjore të aktit, por edhe në kushtetutshmërinë ku bazohej gjithë pretendimi mbi ndryshimet në ligjin e gjendjes civile dhe përtej asaj që ne kërkuam, ajo që është interesante është që edhe ligji i thjesht i miratuar nga parlamenti rrezikon të shfuqizohet sot. E qartë, dhe për ta mbyllur, ju vrau tradhtia Elistanit, nëse mund ta quajmë kështu vota e tij? Po nuk dua të hyj këtij debati se për më tepër dhe sot kolegji e dha vendimi, kështu që nuk ka asnjë lloj pasoje, asnjë lloj gjëje. Të gjithë janë të lirë të marrin vendimet e tyre tek e fundit. Jo, të gjithë janë të lirë. Të gjithë janë të lirë të marrin
vendimet e tyre, por tek e fundit, domethënë ligjshmëria, kushtetuta duhet të jenë mbi palët, Dhe ne si subjekt politik u investuam kolegjin, më tepër që kolegjit i ruajnë ato kompetenca dhe pa kompetenca që ai vetë mori me vendimin e Rogozhinës 2023. Ne nuk kërkuam asgjë më tepër, as në KQZ dhe as sot në kolegj, sesa të respektohet ai vendim tek e fundit që është dhënë 2023. Shumë faleminderit për këtë minuta zoti Nuri. Faleminderit. Ishim me juristin e Partisë Demokratike Franc Nuri, i cili na bashkua drejt për së drejti në studio. Ne ndahemi vetëm për momentin dhe menjëherë më pas flasin për temën më të diskutuar të aktualitetit që është integrimi. Është miratuar kësti i tretë i planit të rritjes nga ana e Bashkimit Evropian për Shqipërinë, miliona euro në buxhetin e shtetit, por çfarë ndodh me raportin për sundimin e ligjit, raporti i bar. E diskutojmë menjëherë pas pak me një ekspert të fushës.